Ngjarja 2 ditëve më parë, ku një pallat u përfshi nga flakët, rikthen në vëmendje sigurinë e ndërtimeve dhe cilësinë e materialeve që përdoren në to. Ekspertët e fushës theksojnë se respektimi standardeve teknike është vendimtar për qëndrueshmërinë dhe mbrojtjen nga zjarri. Lidhur me këtë të fundit, rregulloria e mbrojtjes ndaj zjarrit parashikon tipologji të ndryshme sipas lartësisë. Në ndërtimin që të vitet e fundit që ndërtohet, përdoren shumë tipologji materialesh, duke futur që nga fasada strukturale, tipologji kapot, veshje fasadet nga më të ndryshme, që të cilat përmendim tek veshjet e fasadës materiale veshje alumini, veshje plaka qeramike, plaka guri, kompozit, të cilët këto, secila prej këtyre ka specifikimet e veta teknike. Rregulloria e mbrojtjes së zjarrit ka disa tipologji, të cilat ti deri në 50 metra lartësi ke X kushte teknike të cilat duhet marrë parasysh. Nuk janë vetëm kushte teknike të materialit, pasi godina për mbrojtjen e zjarrit funksionon si një tër. Ndërkohë, Bashkia e Tiranës është në pritje të një akt ekspertize që do të zbardhë shkaqjet e ngjarjes. Në vijim, pritet të nisë edhe procesi dëmshpërblimit për banorët e prekur. Me marrjen e akt ekspertizës, neve pastaj do shohim edhe legjislacionin se ku i takon për çështjen e dëmshpërblimit. Normalisht që në këtë rast kryeministri ka deklaruar që pallati do rindërtohet edhe shtëpia do riparohet nga pjesa e ndërtuesit, që kështu Bashkia e Tiranë është në komunikim të plot qoftë me pushtetin qendror, ashtu edhe me firmën përkatëse për sa i përket pjesës se në çfarë pjese do marri bashkia për sa i përket çështjes së dëmshpërblimeve të banorëve. Përkohësisht, banorët janë strehuar në banesa sociale dhe konvikte.